Po ti Luzim? Bleon, faleminderit për ftesën, edhe përfitoj nga rasti të falenderojmë edhe mikun ton aktivist për një Shqipëri më të mirë, Florian Haçkaj, nga organizata Diaspora për Shqipërinë e Lirë. Unë jam vetë lindur edhe rritur në Prezë, që sot është pjesë e bashkisë Dvorë, po më parë ishte vetë komunë Preza. Edhe gjatë kohës aty kur kam qenë në Shqipëri dhe kam studiuar planifikim mjedisi në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Edhe me pas masterin e kam bërë në Gjermani, po planifikim mjedisi, por me fokus menaxhim veturinave. Po ti mbledhim gjithë vitet bashku, bërë 10 vite që unë jam fokusuar në menaxhim veturinave dhe në ekonominë qarkulluese. Kështu që për momentin kjo është ekspertiza ime që po punoj kryesisht në gjithë Ballkanin perëndimor. Për momentin e kemi një projekt në Bosnjë, konkretisht po ndodhem po flas sot nga Kosova. Nesër më mëngjes nisem për në Shqipëri ku jemi edhe goxha aktiv, kështu që pak a shumë kjo është lidhja për momentin me eksperiencën dhe me punën që po bëj. Njëkohësisht do të përmendja pak me lidhje me Klajdin, nga aktivist na ka